Ne do kalojmë për te rastit konkret dhe të hënën në cilësinë e deputetit, unë së bashku me kryetarin e grupit Oland Balla dhe me kryetarin e Komisionit të Ligjeve Ursi Manja, do të depozitojmë nismën për të adresuar me njëherë boshllëku në fjalë. Nisma do të paraqitet fillimisht grupit parlamentar në mbledhjen e tij të fillimjavës. Kryeministri Edi Rama paralajmëroi fillimin e procedurave ligjore për nismën që do të ndryshojë kodin e procedurës penale, konkretisht nenin 242 për pezullimin e një funksionari publik, pikën 2 të tij, ku parashikohet që krahas të zgjedhurve përjashtim nga pezullimi të bëhet edhe për kabinetin qeveritar, presidentin apo disa organe monokratike. Sipas numrit 1 të qeverisë, pavarësia e gjyqësorit ka një kufi. Pavarësia e pushtetit gjyqësor mbaron aty ku fillon pavarësia e 2 pushtetet tjera, legislativit dhe ekzekutivit, të cilat ndër të tjera kanë edhe të drejtën dhe detyrën të emërojnë apo të shkarkojnë ministra. Dhe kjo e drejtë dhe detyrë nuk i takon gjyqësorit dhe nuk mund lejohet që ta marrë gjyqësori. Krahas kësaj, shefi i qeverisë një hapësirë i kushtoi edhe protestës së opozitës, për shkak akuzoi kryedemokratin Sali Berisha se po tenton të dëmtojë imazhin e Shqipërisë për shkak të dobësimit të tij dhe forcës që drejton. Është e qartë se këto farë protestash me atë pislëkun që krijojnë në bulevard janë si një jashtëderdhje në rrugë, e plakut lajfitur që i organizon dhe pastaj fërkon duart kur pamjet e jashtëderdhjeve të tij dalin nëpër mediat e huaja duke lënduar imazhin e Shqipërisë. Nga protesta para kryeministrisë dhe parlamentit mbetën të lënduar si nga radhat e policisë, ashtu edhe ndër protestues, por edhe punonjës të medias.